Sot festojmë pavarësinë dhe kemi dy festa, kam dhe ditëlindjen. Ty e ki ditëlindjen a? Shumurime për ty, këneja kongët, shumurime. A ja ke kre veshin vllavit për ditëlindje? Se në Kosovë janë ngresë me veshin. Po. Dajak. Qysh je? Gëzuar. A je mirë? Si jeni, si kaloni? Edhe mirë shumë. Jo, qysh jeni? Mirë, faleminderit. Jeni prej Shqipërisë? Prej Shqipëria, vim nga Tirana. Prej Tiranës. Prej Tiranës keni ardhur në Prishtinë me festu ditën e flamurit. Mbrëmë pa ndeshjen Drita Shkëndia, ishte një emocion mjaft i veçantë, një ndeshje mjaft e bukur era parë në stadiumin Fadil Vokri, sepse kam edhe vllajin që luan futboll në Shqipëri. Sot festojmë pavarësinë dhe kemi dy festa, kam dhe ditëlindjen. Ty e ki ditëlindjen a? Shumurime për ty, këneja kongët, shumurime. Faleminderit, gëzuar. Sa vjet i bane? 27. 27 vjet. 27 vjet dhe hera parë që vjen në Prishtinë dhe festoj këtu në Prishtinë. Vllave 27, ti? Nën poet. Ma i vogël. Po, më i vogël. Kështu kokshërrit ma i madh? Çu me metë. A je bind që çdo herë vllavi i madh, ja jep bukën vllavit vogël, e i vogël i rritet ma shumë. Po. Shumë vërtet. Bravo. Ngam. A ke gjetë nuse? Drejt asaj rruge jemi. A ke pas ke gjetë dish? Vllavi ka gjetë nuse? Është bisedime. Bisedime aty. Çish ju do këtë Prishtina? Shumë e bukur, që atmosfera midit është pak ftohtë, le të thuar që është era parë, por shumë atmosferë ngrohtë. Për herë të parë po vjen në Po, Prishtinë? për herë të parë në Prishtinë. Seriozisht? Po, kam qenë qytete të tjera, domethënë Brezovic, në Pej, në Ferizaj. Brezovicës, Prizrenit, edhe Ferizajt, cili ju ka dok ma i miri? Prizreni. Prizreni. Pastaj për pjesën e Borës, të lë përshtypjet veçanta pjesa e Brezovicës. Po, e Ferizaj atë ka pëlqy. Po, shumë. Shumë interesant se unë e vi piçanesh. Shumë qytet i bukur, shumë qytet i ëmbël. Vllavi luan futboll. Po. Për kalon? Kamza Sport, është një ekip në Tiranë. Tiranë. Po. Do me thonë, çka duhet me pas një lojtar profesionalist, çka duhet me pas një gjë elementare para se me hin fush me lujt futboll? Gjëja e parë që duhet me pas një lojtar është disiplina. Rregulla është kryesore. Disiplina, gjëja e lojtarit që arrit në vlera shumë larta e nivele shumë të larta. Po pati lojtari disiplinën bëhet gjithçka. E çka duhet me pas një person për mu bë lojtar? Çka duhet me pas gjë elementare? Pyetje ta bëna shumë thjesht. Disiplina. Po disiplina thon më herët, po. Çka do të më pas? Duhet të jesh fjeshtësia dhe mos jetë shumë me një madh kur hyn fush me në vlerësu ekipin kundërshtar. Para se kësaj. Para se me shku të fusha. Çka do të më pas? Ata tregoj? Pasionin për futboll. Po, pasionin. Ju rujt zoti. Shumë faleminderit. Atë ka ndodhur ndonjëherë në jetën tonë, në 27 vjet, me festu ditëlindjen në televizion me neve? Jo, hera parë që ndodh po. Një kënaqësi shumë e veçantë, realisht. Ç'po njerëz? Shumë i mbi vlerësuar. A ja ke kre veshin vllavit për ditëlindje? Se në Kosovë janë ngresë me veshin. Po. Dajak. Ju rujt zoti, Kosova Info. E ju të dashur me që rreni me neve sepse gjonat i miraj sjellën veç na.